Po ka qenë rrezik. Nuk jo rrezik, jo mi bindur për këtë gjë. Mirë, tash, është më rrezik Konjufsa me gjatë 6 vota apo kjo me 78? Politika është dinamike. Por, po ta them një gjë. Po zotin Konjufsa, mas gjithë këtyre përpjekjeve, mungesës së propozimit konsole nga ana opozitës, është vlerësuar vazhdimisht edhe nga PDK, edhe nga LDK, edhe nga AK, si figurë përbashkuese. Është kërkuar gjatë vitit 2025. Ne kemi konsideruar që në mungesë të kandidatëve konsensual, që me cilin nuk ka arrit konsensusi me opozitën sepse s'kishte propozime, në refuzim të Andin Hotit nga ana e PDK-s, në mungesë të propozimeve të tyre, dhe s'po flas formalisht, po flas propozime për të shqyrtuar, jo kandidat për të përmbushur procedurën. Ne kemi nxjerr zotin Konjufsa. Pra ju po thoni që kandidat për të mos përmbushur procedurën dhe më konsensuale keni konsideruar zotin Konjufsa se zonin Osmani. Jo. Kjo është plani B, politik. E para nuk është as kërrit plani B, veç po ta them se po flas sinqerisht të përpunojmë. Plan A nuk ka mos me libres partie. Pa libres partie plani A ka qenë. Pas mungesës së propozimeve konsole nga opozita, ne kemi propozuar zotin Konjufsa si propozimin e parë. Nuk e kemi plotësuar deri orën e fundit propozimin e dytë. Po propozimi i dytë propozimi i dytë është figurat, teknik. Po nuk hyn kërkush më ushty me juve, se i keni zgjatur një votat sigurt aty.